Doja të shtirësh apo ishte diçka shumë ndryshe? Jo, dhe këngën, qiko je i fort që e ke bo këngën për më kry 2 mujve. Jo, e shkoj këngën, mas një viti e kam gjerë këngën. Jo, flasë që e ke bo, kur e punove? Këngën mas 2-3 muaj që kam dërguar. Ka qenë shumë më mrapa? Mrapa, mas najt. Okej. Në ato momente Se thash atë momente thash. Ja, nuk kisha shanse. Ja, në botë e zemra, nuk e. Për nebo dhe nuk arrin do të me. Mas një viti ka dalë këngën. Po mi pas ka kohën e vet, se thash. Ajo ishte ndjesia më ashtu me atë zonjën. Nana Edon, që duhet ta përshëndes me fjalë një zonjë grua, po edhe në lëvizje edhe në gjitha gjërat, sigurisht e nëna ime e gjallë. Jo, klipi është shumë i bukur. Interesant është. Është, domethënë, edhe klipi është Gjivron Berat, më thënë. Është klip edhe po ta ulës zërin e muzikës, ta shohësh vetëm si figurë. Ta jep një emocion pa e ditë këngën akoma. Ti e sheh ashtu pa audio, ajo gjatë jep fillin se për çfarë bëhet fjalë, më të fut gjatë gjendje. Po ti hapësh dhe volumin pasaj. Aty tulin automat. Atë ndas me makë. Atje do të këndoj. Do të mbjellësh manzurane, do i ditë shafë avlit, se kur tokën prek një qane, dore saj bën mrekulli. Për zotin falenderoj shumë. Falenderit. Është super këngë dhe i madh për zotin. Falenderit. O të keqen jemi në fund, ku për ne pa dhe lëmë për në fund, se thash, nuk tesha të fusë në gjendje që në fillim, se thash, boga ki edhe mërzitesh, se është i tem që realisht më gjallë mu emociona jo, dhe më fut në ca